Selamu alaikum, a janë të vërteta ata që shikojnë për fatin me letra ose karta? Çfarë do të ndodh, ata do të tregojnë. Ata veç trajnë ty edhe të mashtrojnë. Ajo është rënë. Ajo është rënë. Mos gabon mi besu se del prej dinit. Mos gabon mi besu. La hawla wala quwwata illa billah. As pejgamberi nuk e ka ditë të ardhmen. As një njeri në botë, as një evlia, as një besimtar, kërkush nuk e di. Andaj, mos u mashtroni. Nëse veç për kuriozitet shkoni mi thonë ati hajtë rëgam atë ardhmen, për kuriozitet, pa i besu, 40 ditë nuk pranohet namazi dhe kërkohet pendim. Nëse i beson, atër du të përsdyti mu bo musliman, se po vdiqe me atë bindje, astaghfirullah, të shkatron tërë punët, edhe është rrezik, Allah me dënu njerën me xhehenam. Kujdes, aman vlezër, motra, keni kujdes. Allah ju rujt nga këta mashtrues.